doli, këtu apo atje? 2 minuta, vetëm se e kam në pret fjala atje. Një koment të shpejt për deputetët anëtarë të Partisë Demokratike që kanë nisur një foltore dhe kërkojnë riformatim, riorganizim të Partisë Demokratike. Asnjë deputet nuk ka nisur si foltore, ju lutem korrigjojeni. Antar kryesie. Ish kandidat. Është një antar kryesie, i cili ka një agjendë personale, i uroj ta vazhdoj sa të ketë qenë. Andini i sfiduar nga Po për Ervin Sajani demokratët e për tjerë. Berisha. Një minutë. Demokratët e tjerë. Edhe një herë. Nuk ka asnjë Kandidati Ilirali Mehmeti është. Një minutë. Tani tha kështu e para. E dyta. Është një antar kryesie, i cili është i kooptuar në kryesi, i cili në asnjë mbledhje kryesie s'ka shtruar asnjë nga këto probleme, pra ndjek i cili ka një zonë në kombinat i ngarkuar për analizë dhe për të gjitha, dhe këto ai do të ketë agjendë personale, ta vazhdoj deri në fund. Zoti Berisha, Se çfarë ishte salla, atë di unë i përgëzoj strukturat e Durrësit që nuk u mashtruan nga një takim me agjendë strikt private. Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani? Ju e quani mashtrim këtë që po bën zoti Saliani dhe të tjerë? Deklarosh se militanti i demokrat nuk ligjohet, nuk ka mashtrim më të madh, mbasi para jush dhe gjithë shqiptarëve, këto 4 vite militanti demokrat ka votuar sa kur në ekzistencën e tij. Vota është mënyra më mirë e ndigjimit. Zoti Berisha, ndjeni i sfiduar nga Ervin Sajani, ju agjendë lutem. personale është një zgjedhje të cilën unë s'kam asnjë kundërshtim. Si i sfiduar ndiheni? Unë sfiduar Nga Saliani? Apo ndjekaj të njëjtën rrugë si ju zoti Berisha në 2021? Apo ndjek të njëjtën rrugë si ju në 2021? Ai po ndjek një agjendë personale dhe kaq. Vazhdoj me agjendën e tij personale. Zoti Berisha, Ajo edhe një herë i përgëzoj i përgëzoj antar dhe demokratë të Durrësit. Çfarë qëllimi ka kjo agjendë personale? E praktikën, i përgëzoj. Berisha si praktikën, ata që ishte u them unë ju. Ishte një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe ishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta, dhe kanë frikë analizën që do bëhet. Kush ishin ta që kanë punuar për Partinë Socialiste? Do t'jetë analiza. Durim, përmend është analiza. Zoti Berisha, po e humbi kontrollin e Partisë Demokratike? Jo, absolutisht jo. Se ngritur fare. Të tilla si kanë dëgjuar asnjëherë. Po janë prandaj duhet analiza. Prandaj duhet analiza në parti. Zoti Berisha, kjo ata që i kanë trajtuar militantët që punuan për amidurmisht e të tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin para strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës. Po paralajmoni përjashtime të reja? Jo, nuk po paralajmoj. Llogaridhanje paralajmoj. Sigurisht llogaridhanje. Ata që në vend fushatës zgjodhin turizmin në mes fushatës, natyrisht ata bashkohen sepse kanë qëllimet e tyre. Zoti Berisha, kjo janë absolutisht gjëja. I përgëzoj edhe një herë demokratë të Durrësit dhe u garantoj që do ketë një llogaridhanje të plot nga të gjitha strukturat të gjithë drejtuesit. Zoti Berisha, kjo agjendë personale, një mesazh meqense përgëzohet ata që nuk shkuan. Po ata që shkuan, keni një mesazh? Thash edhe një herë, agjenda private, disa prej tyre që i njoh, ose nuk i njoh, them vërtetën. Pash individ që kanë punuar për amidurmisht, pash të tjerë që ja kanë mbasur mes fushatës për turizëm në mënyrë të dokumentuar, tani këta s'mund të mencionojnë. Zoti Berisha, kjo agjendë personale, dihet zoti Saliani përjashtuar i radhës, nëse vijon këtë gjë që ju thoni agjendë personale. Pra, po ku shkoj? Përjashtim nga kryesia. Që doni ushqim për studio në mënyrë që të mbuloni skandalet e tmerrshme të qeverisë, por e vërteta është që zoti Saliani të vazhdojë agjendën e tij personale edhe nuk ka asnjë lloj. A e ndan kjo agjendë personale nga agjenda e Partisë Demokratike? A e ndani rrugët ju me zotin Saliani në këtë formë? Ai është i ngarkuar, ka një zonë ku duhet bëj analizën, ka marrë pjesë në analizën atë zonë, është antar kryesie, ai ka të drejtë të shtrojë çdo gjë në kryesi dhe çdo gjë në Zoti Berisha, kjo agjendë personale, çfarë shtimime ka sipas jush dhe nga kush frymëzohet? Ka një frymëzim pas kësaj? Ato nuk kanë si fare. Pse?
Zgjedhja është thelbi i lirisë. Ai ka bërë as zgjedhje, e gëzoft zgjedhje. E ka një frymëzim domethënë. Bashkëpunimi me Savljani riktheu Bashkinë e Kavajës të Demokratët, po sot? Kush tha? Bashkëpunimi me Savljani riktheu Bashkimi nga drejtuesi politik. Saljani ishte në Lekesh, Saljani ishte në Buj. Jo, në bashkimin e Tiranës. Gjermania 3000 vota më shumë këto zgjedhje. Faleminderit. Gjermania 3000 vota më shumë ka vaj këto zgjedhje.